Shikues të nderuar, mirëmbrëma, përshëndetje nga studio e emisionit Alert. Tema e ditës sotme e kësaj puntate ka të bëjë me një trend të viteve të fundit. Në fakt ka ekzistuar ndoshta prej shekush, po sigurisht prej shumë vitesh, por që vitet e fundit është kthyer në një mod. Në gjitha rrugët e kryeqytetit, veçanërisht, por edhe në rreth e tjera në qytete të tjera të vendit, shohim njerëz teksa shëtisin me qen, me kafshë të ndryshme, herë edhe me majmun. Në Tiranë, në qytete të tjera, ka 10 dyqane kafshësh dhe shpendësh, të cilat shqiptarët i blejnë dhe i mbajnë në shtëpitë e tyre. Në fakt, vitet e fundit kjo është kthyer në një trend, e thash edhe pak më parë, por që ka diçka që shqiptarët nuk e dinë. Vërtet ka edhe 10 klinika veterinare, të cilat kujdesin për shëndetin e këtyre kafshëve apo shpendëve. Ka me 10 mjek veterinar, të cilët sigurisht japin këshillat e tyre, apo dikush ka klinikat e tyre e tjerë. Në fakt, ndikimi është gjithmonë pozitiv, kryesisht pozitiv i mbajtjes së këtyre kafshëve apo shpendëve në shtëpi. Për shembull, Instituti i Kërkimeve Mjekësore në Melbourne, Australi, ka bërë një studim 5 vjeçar me rreth 5.000 persona dhe arritin konkluzionin që personat të cilët mbajnë kafshë në shtëpitë e tyre kishin një presion gjaku normal, kolesterol të ulët në gjak, ndërsa ata që nuk kanë kafshë shoqërimi karakterizohen nga presioni i lartë dhe kolesteroli në gjak në nivelet maksimale. Ne do ndjekim një material të shkurtër, një përshkrim të kësaj situate në Tiranë dhe rikthehemi pas pak në studio. Të gjithë jemi qenie të kësaj toke. Bashkëjetojmë, edhe pse miq e armiq. Dikush me njerëz e shumë të tjerë që zgjetën gjuhën, zgjodhen të ndihen më mirë me kafshë apo shpend, duke ndërruar kështu habitatin e tyre. Nga pylli, sollën në qytete dhe madje futon në shtëpi, qen, mace, minj, majmun, pullumba, papagaj, në raste të rralla edhe gjarprinje hardhuca, tigra e luan. Numri i njerëzve që mbajnë kafshë sa vjen e rritet. Sipas disa të dhënave, të kemi një kafshë shtëpiake në shumë mënyra ndihmon në përmirësimin e shëndetit. Dhe afërsia me ta krijon energji pozitive dhe njëherësh ju mbush me energji dhe lumturi. Është e nevojshme të kalohet një kohë e shkurtër me kafshët shtëpiake që të çlirohesh nga stresi dhe shqetësimi. Me përgodheljen e kafshëve shtëpiake rritet prodhimi i serotoninit, hormoni i disponimit të mirë. Ulumtimet tregojnë se ata që kanë kafshë shtëpiake kanë tension më të ulët gjaku. Dashuria pa kufi e kafshëve shtëpiake mjekon depresionin dhe kujdesi për ta ndihmon që të ndiheni më mirë. Gjithashtu, edhe kujdesi ndaj këtyre kafshëve është bërë më i madh. Kjo duket edhe nga shtimi i numrit të klinikave veterinare. Por, pavarësisht kujdesit, ka edhe shumë sëmundje të cilat transmetohen te njeriu pa e ditur ky i fundit. Me ardhjen e një pjesëtari të ri në familje, siç është qeni për shembull, pyetja fillestare është siguria shëndetësore. Te kafshët ekziston rrezikshmëria e sëmundjeve zoonoze, sëmundje të transmetueshme nga kafsha tek njeriu dhe anasjelltas. Gjatë diskutimit me pjesëtarët e familjes, shihet në radhë të parë mundësia se ku mund të rehatohet kafsha që do të merret në shtëpi, edhe cila është gjendja shëndetësore e kafshës e cila do të merret. Nëse kafsha merret në gjendje të mirë shëndetësore dhe mirëmbahet, qoftë nga pronari dhe qoftë nga doktori veterinar, nuk ekziston thuajse asnjë rrezik për kalimin e sëmundjeve nga kafshët tek njerëzit. Që në momentin e parë të blerjes së kafshës, pronari duhet të paraqitet tek mjeku veterinar. Pas kontrollit të parë, i jepet siguria apo jo e pranisë së problemeve shëndetësore tek kafsha. Në përqindjen më të lartë të rasteve me probleme të cilat kalojnë tek njerëzit, ato probleme shfaqet tek kafshët. Ekziston edhe një rast i veçantë, ekinokoku, ku kafshët janë bardhëse dhe nuk shfaqin simptoma. Në raste të tilla, gjithmonë ekziston parambrojtja, domethënë mjekimi parandalues që në fillimet e jetës së kafshës. Prej shekujsh, njeriu ka patur frikë nga kafshimi prej qenit të tërbuar. Sot, vaksinimi ka bërë që të eliminohet sëmundja në shumë vende. Megjithse kafshët mishngrënëse në gjendjet e egër mund të vazhdojnë të transmetojnë virusin, që normalisht gjendet në poshtymën e këtyre kafshëve të sëmura. Kujdesi i parë paraprak që duhet të marrë dikush kur kafshohet nga një kafshë që mund të jetë tërbuar, është ai i larjes së plagës me shumë ujë dhe sapun, ose në mungesë më mirë edhe me një solucion alkolik, për shembull raki, konjak, uiski e të tjera. Pastaj merret serumi kundër tërbimit ose gamma globulin. Vaksinimi klasik, i cili përdoret në shkallë të gjerë edhe sot, parashikon marrjen ditore të vaksinës në formë injeksioni për 4 ditë me radhë
dhe vazhdimin e saj me injeksionin e rivaksinimit. Tani janë vënë në disponim tipe të reja vaksine, të cilat janë me efikasitet shumë të lartë, të cilat pas 6 injeksionesh në intervale koha të caktuara, kërkojnë vetëm një rivaksinim pas 90 ditësh. Por herë më shumë dëgjojmë që flitet për një rrezik nga pëllumbat. Fatmirësisht bëhet fjalë për raste shumë të rralla, siç janë të jashtëzakonshme edhe sëmundjet e tjera që fajsohen pëllumbat. Histoplazmoza, psitakoza, toksoplazmoza dhe sëmundje të tjera virale, të cilat lokalizohen lehtë në sistemin nervor. E vërteta është se sëmundjet mund të shkaktohen nga shumë burime të tjera, ushqime, pije, si dhe nga kafshë të tjera si pulëtorët, familja e pulave, gjedhët, huajt, macet. Megjithatë, dashuria dhe kënaqësia që të ofrojnë këto kafshë, me sa duket i tejkalon edhe frikërat se këto kafshë mund të mbartin në një sëmundje e cila mund të kalojë tek njeriu, ndoshta pa e ditur edhe ai vetë. Jemi rikthyer pas këtij materiali dhe do ndalemi sërish në një tjetër studim. Instituti i Shëndetit Publik Ndërkombëtar, në bashkëpunim me klinika që vizitonin personat e moshuar, në vitin 99 kanë kryer një studim i cili është botuar në revistën amerikane të shëndetit. Studim ky që ka arritur në përfundimin se të moshuarit që kanë mbajtur kafshë shoqërimi rregullisht ishin më të aftë fizikisht se sa ata që nuk e kanë kryer një veprim të tillë. Në fakt, janë ndoshta herëherë konsiderohen miqtan më të mirë, pakën kryesisht shpendët. Janë relaksues, janë të dashur, janë ata që herëherë na heqin stresin. Na bëjnë shoqëri, 10 persona dalin me ta, shoqërohen nëpër rrugët e vendit tonë. Sigurisht kjo gjë ndodh prej shekush ose prej shumë vitesh në Evropë, e trashëguar tashmë e sjell edhe në vendin tonë. Në fakt edhe vite më përpara, paktën në kohën e diktaturës, shqiptarët kanë mbajtur nëpër shtëpi kafaze kryesisht me zogj, me kanarina, por vitet e fundit kanë edhe shpend të tjerë, siç janë papagajt e tjerë. Ka nevojë njeriu për to, kujdesen, ka klinika veterinare, e rrithem, por sigurisht ka dhe probleme të ndryshme. Dashuria e atyre personave që i mbajnë këto kafshë ose këto shpend është shumë e madhe për ta. Ne ndjekim një vajzë se çfarë thot në lidhje me qenin e saj dhe kthehemi me një tjetër material. Zot thot ke një qen në shtëpi. Ose një kafshë tjetër shtëpiake. Një kafshë shtëpiake, sidomos një qen, përderisa e kam dhënë, është sikur të kesh një antar familje. Është ne e konsiderojmë tamam si një antar, është vetëm nuk ka gojë kur i thon një fjalë. E kam marrë qesh kur kam qenë 15 vjeç. Unë për 6 vite me te. Kanë qenë 6 vite shumë bukura dhe shpresoj të kem edhe më shumë se aq. Nuk e di, çdo ditë me këtë është një ditë ndryshe. Çdo ditë do ketë një gjë të re. Të falin dashuri, çfarë të krijojnë? Çfarë ambienti krijohet në familje? E para këta janë antistres. Të jesh gjithë ditën i mërzitur, këta ta mbushin ditën me dashuri. Sa të shohin, sa hyn në derë, këta vetëm kanë atë pamjen e bukur që nuk ta jep askush tjetër. Duket paksa si qenin frikshëm kur e shikon në pamje të parë, por bën rrezikshmëri? Atëherë rrezikshmëri për bën njerëzit që e rrisin ata. Pra, nëse është qeni i egër, atëherë është pronari i keq. Nëse pronari është i mirë edhe qeni do jetë i mrekullueshëm. Unë me qenin tim, të them drejtën, nuk kam pas, u bën 6 vite, nuk kam pas asnjë probleme as me njerëzit, as me asnjë gjë. Raca është Rottweiler. Racë e mirë. Është racë e mirë, konsiderohet si racë e egër normal, nga pamja duket, por kanë dhe këta vetit e mira që janë shumë të dashur me fëmijët. Dhe me moshat e mëdhaja. Mbrojnë në një farë mënyre? Po, i mbrojnë shumë. E kam vënë re edhe me fëmijët e laqës, ky vdes. Shkon nga mbrapa, luan me top. Më shumë me mua e ka atë. Po, në lidhje me ndonjë frikë që mund përhapi ndonjë sëmundje, ndonjë gjë keni? Me këta jo dhe aq, sepse këta vaksinohen. Kur i them ndonjëherë, kur më pyesin se vaksinat ai bën as i bën, unë them ky ka më shumë vaksina se ç'mund të bëjmë neve njerëzit. Për sëmundje jo. Vetëm në rastin e qenëve të rrugëve që mund të afrohen të bëhen, pastaj është gjë tjetër. Ekzistojnë shumë fakte të cilat vërtetojnë që mbajtja e kafshëve, kryesisht e kafshëve shtëpiake, por edhe shpendëve, e bën jetën e njerëzve më të mirë.
her pas here dhe të paktën më të shëndetshme. Unë po ju publikoj 2-3, po ju lexoj. Kafshët stimulojnë dhe inkurajojnë fiskulturë. Kafshët nuk gjykojnë, kryesisht qenë të paktën janë ata që duan zotin e tyre me pastërtinë apo me sinqeritetin e tyre më të madh. Kafshët nxisin të qeshura, lojra të ndryshme, na kujtojnë që të mos marrim jetën aq seriozisht. Por veç kësaj, fakt që kur është krijuar njerëzimi, ka qenë në ndarje të paktën. Njerëzit në banesa, në qytet, ose në zonat e banuara, kafshët në pyll. Sigurisht me ndryshime evolimin e kohëve, të viteve, të shekujve apo të mijëvjeçarve, ka ndryshuar koha dhe jemi këtu ku gjendemi sot. Përpos kësaj, me gjithë kontrollet e mundshme, me gjithë vaksinimin, me gjithë kujdesin shëndetësor të treguar ndaj këtyre kafshëve, sigurisht ka edhe rreziqe. Bëhet fjalë për smundje të ndryshme, të cilat her pas here ata që i mbajnë këto kafshë apo shpend nuk e dinë. Pas një shkputje publicitare, ne do ndjekim një intervistë me profesor Ymer Elezin, i cili është pedagog në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, si dhe zëvendës president i urdhrit të veterinerit. Shihemi pas pak. Profesor, po vëmë re gjithnjë më tepër një tendencë në rritje të njerëzve për të mbajtur kafshë në shtëpitë e tyre. Qoftë këto shtëpi me obor, qoftë pallate, apartamente. Kemi vëre kafshë nga më të ndryshmet, më së shumti në fakt janë qenë, mace, shpend. Por jemi habitur në fakt edhe me raste ekstreme, si gjarprind, kafshët e egra, e të tjerë. Si e shikoni? Se unë dua t'ju falenderoj, lidhur me misioni që organizoni. Kjo është temë cila në gjallë interes, sepse është një botë interesante, në bota kafshë, të bota apo të egra, përbën një resurs interesante edhe nga pikpamja e mënyrës se si funksionon kjo botë, pa edhe nga pikpamja çfarë sjell në vetvete në bashkëpunim me komunitetin human. Po ta shikosh kjo historikisht qysh lashësi është një tendencë e cila ka shoqëruar, më thonë, këtë tendencë të njerëzimit për të bashkuar, për të bashkangjitur me kafshët. Por me i dallim që në ato vite, në ato kohëra, ishte një privilegj një shtrese caktuar, të cilët mbanin kafshë, kryesisht kafshë egra, të cilët kishin kafshët egra përgjithsisht kanë atë natyrën e tyre që sjellin një natyrë krejt tjetër, të lirë, të pavarur, që kanë forcën brenda dhe zgjuarsinë dhe shkatësinë, gjë që këto princa të dikushëm, që kishin shanse dhe mundësi edhe kostën me përballonin, mbanin në familjet e tyre ose në vendet e tyre ku të punës këta lloj kategori kafshësh. Por me evolimin e viteve, kjo situatë ka sjell njëkohësisht që kjo tendencë, kjo dëshirë të kultivohet edhe me brezat pasarës. Rreth një shekull e gjysmë më parë, domethënë gjithë fermerët, të vendeve të zhvilluara, të cilët kishin ferma të kafshët bota, krahas kafshët bota, kishin bashkëngjitur edhe element me kafshët egra. Kjo është një tendencë e cila sjellte njëkohësisht edhe një farë baraspeshe midis botës, egrë dhe botës butë, por ajo që ngjall intereset dhe që është e përbashkët është që mjedisi ku ne jetojmë ka karakter universal, që do të thotë që është për të gjithë, domethënë, për komunitetin, për njerëzit, për kafshët, për gjithë çka qenie të gjallë. Të gjithë tuaj kanë aktivitetin e tyre. Domethënë, marrëdhënia me mjedisin është një marrëdhënie shumë e gjerë e makrobotës dhe mikrobotës, cilët aktualisht jemi edhe ne pjesë e saj. Sot, jo vetëm vendet e zhvilluara, po edhe Shqipëria që është hapur pas viteve 90, kjo tendencë, gjeti masivitet në shumë aspekte. Kryesisht u fut, fillimisht është fut si biznes, i kafshëve, kryesisht qenë dhe mace, pëllumba, papagaj, zogje egzotik, kanarina, gardelina, të cilët u futën nëpërmjet tregut huaj, dhe këtu pak a shumë ndërtuan dhe infrastrukturën e vetë. Për shembull, sot ne kemi dyqane, për shembull, që tregtojnë qenë mace, pëllumba, papagaj, por njëkohësisht kemi edhe disa ferma të cilët i mbashtrojnë dhe i shtojnë këto kafshë, Edhe më e rëndësishme është që ky biznes i pa organizuar fillimisht pak a shumë ka gjetë edhe një farsoj terreni edhe pikpamjen organizative. Për shembull, ka shoqata pëllumash që
i motivojnë edhe pllumat. Sot për shembull kemi disa grupe pllumash, pllumat cilët janë pllumat lirë, po kemi edhe pllumat e garave, është shumë interesante, cilët i nënshtrohet garave, midis shumë shteteve, cilët është një kuriozitet vetë. Kjo nuk po hym shumë. Nësa pjesa tjetër, kafshët e përkëdhelisë ose shoqërimit që quhet, kanë pak a shumë një shpërndarje pothuajse në gjithë Shqipërinë, por kryesisht është pjesë në këtë mënyrë është pjesë e qyteteve, më shumë e qyteteve, edhe më pak e zona rurale. Arsyet pse janë? Arsyet janë nga më të ndryshmet. Ajo që e motivon, që e stimulon njeriu të shkojë drejt qenieve, kafshëve, është një motiv i brendshëm. Që do të thotë, sepse përgjithsisht kafshët sjellin një marrëdhënie me njerëzit, që është e parafara është paqësore, edhe njeriu e çon në gjendje që e streson, i heq stresin, i krijon një shoqëri pa telashe. Sot njerëzit janë para dy fakteve. Faktit të merren gjithë kohën me njëri tjetrin, gjë që i çon shumë herë në pafundësi bisedash, apo të merren me një qenie e cila të ledhaton, të përkëdhel, të dëgjon, të respekton ty si pronar, njëkohësisht është aq thelbësore kjo punë, saqë marrëdhënia midis kafshëve, pavarësisht se nuk kanë gjuhë, ato kanë gjuhë me njëri tjetrin, po njeriu nuk e deshifron dot, krijon një marrëdhënie tillë që bëhet pjesëtar i shtëpisë, po në një farë mënyrë hyj edhe në vendimarrje. Çdo thotë që njerëzit krahas planeve që bëjnë për fëmijët e përshë, bëjnë edhe plane për kafshët që kanë në shtëpi. Sepse bëhet pjesë e ekipit familjar, që domosdo e more dhe ke i përgjegjësi morale, materiale, shpirtërore, edhe financiare që ta mbash të i shërbesh në kushte sa më ideale. Bashkëtesa me këto kafsh apo me këta shpend, a sjell problematika në shëndetin e njeriut? Problemi është tani që njëherë duhet të kemi parasysh një gjë. Unë kur sugjerova që ky habitat është, nuk diskutohet që sjell, nuk diskutohet që sjell. Sepse në këtë habitat ndodh gjithçka. Edhe kafshët kur smuren, këtu i shkarkojnë mbetjet në këtë ambient. Pa edhe njerëzit kur smuren këtu i shkarkojnë. Po edhe si thush transmetuesit ose indikatorët ose vektorët që përcjellin to mikroorganizma, nga ambienti për tek njeriu dhe anasjellës nga ambienti te kafsha edhe nga kafshat e njeriu dhe nga njeriu te kafsha që është një zinxhiritar, që flasim për smundje zoonotike, janë pikërisht në këtë ambient. Domethënë ne kur bashkëjetojmë me kafshët, domethënë kemi edhe riskun brenda. Por ajo që duhet na dallojë, për shembull që duhet ta bëjmë gjithkënd të ndërgjegjshëm, është pjesa që çfarë qëndrimi mbajmë ne ndaj mjedisit, ndaj kafshës dhe ndaj problemeve që dalin midis tyre marrëdhënieve. Sa më me kulturë të jetë personi që është në këto marrëdhënie për kafshë, aq më i ulët është risku. Që do të thotë që në rast se do të marrësh një kafshë ose shpend në shtëpi, minimalisht minimumi duhet dish disa gjëra. Minimumi. Kuptohet që nuk do të bëhesh profesionist, por minimumi duhet disa gjëra. Çdo qenie e një specie tjetër që bashkëpunon me primatët, siç janë njerëzit, që janë specie më e lartë, domosdo është një marrëdhënie hierarkie. Që do thotë, njeriu është mbi kafshët. Kjo do thotë që ti je mbi kafshët edhe në zinxhirin ushqimor, je i fundit, se ti ha kafshët, nuk të ha kafshët ty, kafshët ha për mbrojtje, por nuk të ha njeriu. Han atë që është poshtë hierarkisë vet, në zinxhirit, por njeriu tani meqenëse është në majtë e zinxhirit, si funksionon bota e gjallë, atëherë domosdoshmë duhet di edhe rregullat. Domosdoshmë duhet di edhe rregullat si të mbrohet nga sulmet e kafshëve, si të mbrohet nga smundjet e kafshëve, si të ushqej ata, si të bëj për vete, si të mësoj huqet, si të mësoj zakonet. Si duhet të sillet me ta në mënyrë që të bëhet mik. Kafsha të bën mik, por të bën mik në mënyrën e vet. Është një qenie biologjike shumë e komplikuar. Nuk ka tru si njeriu, por ka instinkte. Për shembull, ka instinkte aq të forta sa që njerëzit nuk i manifestojnë me njëri tjetrin. Për shembull, po marrim instinkti i limitimit të luftës. Në qoftë se kafshët me njëri tjetrën bëjnë luftë me njëri tjetrën, me brirë, me shkelme, me ashtu, nuk ka zgjason pondimisht kundërshtarin. Nuk ka zgjason. Ka i limit. Po edhe kundërshtari kur humb betejën, iket dhe nuk kthehet më. Bindet. Kjo të njerëzit nuk ndodh. Morim rasti tjetër. Ka në marrëdhënie midis kafshëve, ka hierarkinë e familjes. Njohin familjen, për shembull papagajt, pëllumbat, harabelat. Janë të gjithë të vendosur në marrëdhënie çift.
Domethënë njohin monogamin, jo heterogamin. Tjetër, ka kuriozitete nga më interesante, për shembull. Në rast se një kryetar tufe kupton që në pasardhësit e tij, një pasardh nuk është i tij, e azgjeson atë. Nuk pranon tradhtin brenda species. Domethënë, atëherë si rregullohen? Këta janë instinkte vetë rregulluese, që quhen. Edhe bota e egër punon me këtë lloj instinktesh. Normalisht, edhe bota humane, për shembull, shumë gjëra, shumë zakone, shumë parime, ande buroj, por normalisht të përpunuara që kanë marrë formën e normave të sjelljes shoqërore midis komunitetit human. Kjo është problemi që ne shoh. Tani po të flasësh konkretisht, në 4.500 patologji që ekzistojnë sot, rreth 1.830 janë në zoonotike. Që do të thotë, janë sëmundje të cilët kalojnë nga kafshët e njerëzit, nga njerëzit e kafshët. Ka një sër sëmundjes që vijnë nëpërmjet kafshëve. Cilët janë? Duke i klasifikuar në mënyrë grupe të mëdha, për shembull, janë sëmundjet infektive, për shembull, që janë problem i jashtëzakonshëm për njerëzit, për shembull, tuberkulozi, vjen nga gjelli, vjen nga shpendët, pavarësisht se tuberkulozi i shpendëve është i dobët si mikrob, nuk është shumë. Morim salmonellozat, vjen nga kafshët, kur smohet njeriu. Morim leishmaniozën, vjen nga qentë. Morim klamidiozën, vjen nga papagajt, nga pullumat, nga kafshët e egra. Morim tërbimin, vjen nga kafshët e egra, vjen nga ujku, nga dhelpra, nga lakurit të natës. Domethënë, të tëra janë të lidhur brenda zinxhirit. Ajo që është e rëndësishme, duhet të mësojmë çfarë na rrethon, edhe pastaj të jemi në gjendje, për shembull, marrim masat e duhura që këto probleme duhet t'i azgjësojmë. Her pas here shikojmë nëna që i lënë fëmijët e tyre të vegjël në shoqërinë e këtyre kafshëve. Ato i afrohen, i prekin, a përbën rrezik kjo, sidomos tek bebet? Në fakt, ka një gjë. Kafshët kanë një instinkt interesant. Dallojnë dhe moshat e njerëzve. Kafshët kanë shumë instinkte, për shembull, dallojnë moshën e njeriut, dinë dallojnë kush është fëmia dhe kush është i rrituri, dinë dallojnë ngjyrat, dinë dallojnë gërmat, dinë dallojnë tingujt. Domethënë, bile është aq interesante, saqë mund t'i vesh mekanizëm të ushqyeri me elektronik edhe dinë dallojnë, për shembull, kush është ushqimi vet, shkon aty ku duhet. Kafshët e vogla, domethënë, që janë në moshë adulte, të vogla, klysh të masës, klysh të qenit, po edhe të rriturat, janë shumë dashamirës me kategoritë e vogla. Kur nuk i sulmojnë. Edhe kur fëmijët ato ushtrojnë forcë pa ditë, asnjëherë nuk reagon. Domethënë kafsha, qoftë e vogël, qoftë e madhe. Tani si duhet bë? Normalisht këshillat janë të shumta. Po ajo që ka rëndësi, për shembull, që ai që do vendosit me një kafshë. Tani flasim konkretisht se si duhet vepruar. Një nan, për shembull, që ka qef që në shtëpi, për shembull, të krijojë një ambient tjetër, që ka fëmijë vegjël, ka kështu, edhe don që në shtëpi të ketë një kafshë, një qen, një mace ose shpend dekorativ tjerë, atëherë vendimarrja duhet të jetë që unë do marr atë kafshë që më sjell më pak dëme. Kryesisht, ato kafshë që janë në kafaz, kryesisht shpendat e kafazit, janë më të mbrojtur, sepse janë të izoluar. Kafshët cilët janë që shoqëruese që i themi ne, që janë qeni dhe përgjithsisht macet ne nuk i marrim në shëtitje, por përgjithsisht dalin jashtë. Kafshët dalin jashtë. Qoftë edhe në ambientin jashtë shtëpisë, atëherë këtu duhet pas disa parime të cilët janë universale për gjithë. Domethënë, e para fare kryesore është që një kafshë duhet patjetër të ketë një skemë fikse vaksinimi. Vaksinimet fillojnë në moshat e vogla, mbyllen dhe po i kalohet vaksinimet, nuk ka thyrje imuniteti. Domethënë është e sigurt. Por vaksinimin duhet bëhet nga ekspertët veterinar, dhe të pajisen edhe me dokumentin që është një libresë e cila shënon gjitha vaksinat. Së dyti, mbaruam me pjesën e vaksinimit. Problemi tjetër që duhet është pjesa e kontaminimit ambiental të kafshëve, që është e lidhur me daljet jashtë në ambiente dhe marrjen e kontaminimit nga jashtë. Për shembull, çfarë janë? Parazitozat. Për shembull, rriqta, pleshta, morra e tjerë, cilët përgjithsisht këto lloj insektesh e kanë banesën e vet kafshën. Tani, në rast se neve flasim, në rast se njëri në kushte ekstreme jeton diku në i pyll, që s'ka shanse të lahet, mas 3 muajsh do të bëhet tamam i kontaminuar si kafshët. Por,
Me qenë se ne po flasim që bota njerëzore ka rregulla tjera dhe ashtu, atëherë kafsha i nënshtrohet njëjtat rregullave. Domethënë është viktimë e një sulmi sepse është zinxhiri i jetesës. Ai është parazit, domethënë komensial që quhet, që jeton pse është kafsha, ndryshe ai nuk jeton dot. Kështu që ajo ka vendin e vet, banesën e vet. Ti tani duhet ja heqë të banesën sepse ose duhet ta lësh jashtë fare mos merresh me kafshën, ose po që ti kërkon ta rifuzësh shtëpi, puna e parë duhet merren masat për trajtimin e parazitozave të jashtme, që quhen parazitozat e jashtme. Janë të shumta, ka produkte të cilët janë të thjeshta, kupton? Ka sprajte, ka gjëra që sot tregu është i mbushur, janë të suksesshme, kupton? Secila nga këto bile ka i të mirë se jo çdo paraziti sipas llojit veçantë kërkoni medikament, por janë universale. Domethënë që preke një gamë të gjerë parazitës. Së dyti, parazitët e brendshëm. Këta janë të jashtmet, parazitët e brendshëm që dalin në mjet feçeve. Për shembull, janë disa smundje të cilët janë problem ku defekojnë macet, qemt, qoftë edhe shpendët e kafasit. Problemi është sepse ato mbetet e tyre duhet më tregu me kujdes. Pse? Sepse mund të jenë askaridiozët, mund të jenë cisticerkozët, mund të jenë ekinokokët, mbetet e këtyre, të cilat çfarë ndodh? Si realizohet cikli? Cikli është shumë i thjeshtë edhe ashtu. Nëse defekon, ti nuk e heq, ato thahen. Kur thahen, bëhen të mërshme nga era. Ti shkon për shembull hap derën ose ke një ambient ashtu, i merr erë, edhe ato bëhen për shembull mikroorganizme të ajrit. Atëra do dalin ajër. Domethënë ti merr nëpërmjet aparatit të frymarrjes, i merr kështu edhe ti hyn skema e riciklimit dhe në këtë rast ne kemi një vetë zhvillim. Njeriu në këtë rast luan rolin e ndihmës për të zhvilluar smundjen. Problemi tjetër janë disa smundje të cilët janë karakteristike tipike të rrezikshme, që duhet të jenë prioritet i kontrollit pronarëve. Për shembull, pronari, për shembull, janë disa shenja klasike, cilat është. I fillojmë, për shembull, nga syt. Syt e çdo kafshë s'duhet të jenë të skuqur, të gjakosur, domethënë, jo të kenë dalë gjak, por të jenë të skuqur, nuk duhet të jenë. Së dyti, nuk duhet të jenë të përgjumur syt, duhet të jenë shkëlqimi normal, domethënë. Syt po flasim. Morim kokën. Koka duhet marrë pozicion e vet që ka specia. Nuk do të jetë as e varur, as e pa manevrueshme, as e kthyer dhe as e paralizuar. Vi më poshtë. Goja, për shembull, nuk duhet të ketë floska, nuk duhet të ketë jarqitje, pështym, ashtu. Tjetër, frymarrja. Hundet duhet të jenë të pastra pasqyrë hundës, ashtu. Tjetër, do të shohim, frymarrja duhet të jetë e lehtë, jo me zhurmë. Pronari duhet ta ngjojë. Lëkura mbulesa, qimet duhet të jenë të shtrira, për shembull, jo të ngritura lart, nuk duhet të jenë pista. Pjesët e zbuluara të lëkurës duhet të kontrollohen, duhet të jenë pastra, nuk duhet të jenë të ciposura, nuk duhet të kenë brenda, për shembull, pikla gjaku, sepse atë thotë që ka pleshta, ka gjona, lënë shenja pras. Vi më tej akoma. Putrat e këmbëve. Si duhet të jenë? Putrat e këmbëve duhet të jenë të lëmura dhe edhe duhet të kenë pjesën e vet e cila është karakteristike për kafshët, sepse kafshët pse nuk dëgjohen? Se kanë putra të cilët janë si pantofla. Ata duhet të jenë normale, të pasmura, për shembull. Thojt nuk duhet të jenë të parerë, duhet të jenë nuk pritën thojt të kafshëve, duhet të jenë në kushte normale. I duan asaj. Ty ndoshta rrezikon, pronari thotë po më rrezikon fëmijët, po në një moment kur kafsha ndodhet ngushtë ose i ke pre thojt, në fund ti nuk mund të jesh. Ajo thojt i ka për zgjidhur problemet e veta, nuk ka për sulmu. Problemi tjetër, jashtëqitjet. Si duhet të jenë jashtëqitjet? Jashtëqitjet nuk duhet të jenë me gjak, nuk duhet të jenë të ujshme, nuk duhet të jenë të thata, të ngurta, domethënë të gjitha këto janë. Të shikojmë vjellit, nëse ka vjellje, janë një pjesë kafshë, për shembull qemt kanë karakteristikën që vjellin. Ç'është vjellja? Është mbrojtje. Domethënë, nëse ti ke dhënë një ushqim që ka kontaminues toksik, atëherë kafsha qeni, për shembull që ka një stomak është barabartë me njeriu, vetë rregullohet, si vetë rregullohet. E nxjerr. Domethënë, e nxjerr, por në rast se kjo vjellje është me gjak, domethënë, është me gjak, është me erë të keqe, ka probleme, atëherë duhet të shqetësohesh. Domethënë, janë to shenja të cilat problemi tjetër, ndërprerja komunikimi me pronarin. Për shembull, një qen që është i smur ka një karakteristikë shumë interesante. Qeni është specia më interesante dhe më e kulturuar për të kryer smundjen. Domethënë, shkon, gjen një vend të fshehtë, për shembull, nuk don as dritë, fshihet, kupton, dhe nuk don ta shqetësojë njëri. Atëherë ti duhet të shikosh pse i ka ndërprerë marrëdhëniet, duhet të interesohesh çfarë ka, domethënë. Problemi tjetër, për shembull, Problemi tjetër është kur ka
ka krijuar instinkte për nimën e pronarit, kur fillon e qarë, pa fund, ka një hall, duhet ta shikosh çfarë ka, për shembull. Ai nuk ka gojë ta thotë, po ka një hall, duhet ta shikosh pse është shtuar qara, domethënë. Të gjitha këto, ndërprej oreksit, pi ujë shumë, interpretet oreksi, pi ujë shumë, për shembull, ujin e nxirr, urinon me gjak, janë një sër shenjash, të cilat njeriu kuptohet, nuk i bie një kafshë të gjitha këto. Mund bjerë njëra, po pronari duhet të jetë i kujdesshëm që me të parë të problem, menjëherë duhet drejtohet për konsult. Konsulta sot për shembull Shqipëria është bërë si bota. Nuk ka asgjë më, unë njoh klinikat veterinare, jam mjek veterinar vet, ka klinika super moderne, të pajisura me të gjitha llojet e pajisjeve, deri ke radiografit, deri ke skopit, ka pajisje për bë operacione nga më të sofistikurat, dhe në këtë rast për shembull ka ekspert, kuptohet, jemi që nga 90 këtej jemi rreth 25 vjet, domethënë ai që ka filluar për shembull po them unë fillestar në 90, sot kanë super trajnime të cilët mund të bëjnë punë jashtëzakonisht shkëlqyera. Janë disa sëmundje të cilat rezultojnë fatale për jetën e kafshëve. A ngjiten këto tek njerëzit? Këtu ndahemi tash, këtu ndahet. Këtu ndahen tash. Janë një pjesë sëmundjesh për shembull që janë karakteristike për kafshët që nuk janë zoonoza. Për shembull, janë disa viroza që kanë qenë, për shembull, që normalisht futen në atë skemën, në atë vaksinën polivalente që quhet, i përfshi ato, janë. Është një nga ato në polivalentet që është zoonoz, po është futur në atë skemë. Nësa sëmundjet e tjera, cilët janë zoonoza, për shembull, janë sëmundjet e përbashkëta, ndahen. Këtu tani pa i hyrë në listim, ka shumë, po karakteristike që janë për kafshët që janë fatale, kuptohet që ata përgjithsisht janë sëmundje që vaksinohen. Nësa sëmundjet tjera janë sëmundje të cilët mjekohen. Nëse i sheh, mjekohen. Vetëm virozave s'ke që bën. Domethënë duhet ndahet koncepti. Por që më ka sëmundje virale, bakteriale, parazitare dhe ushqimore. Kjo është grupimi i sëmundjeve, domethënë klasat e mëdha të sëmundjeve. Viralet e kanë me parambrojtje, me vaksinë. Para nuk flitet më për, domethënë mund të ketë një trajtim për lehtësuar dhimbjet e tjera, po në fund është fatal. Ka disa sëmundje bakteriale, të cilat po të kapen kohë, mjekohen. Po të jenë të avancuara, kuptohet dhe ata kanë shkallë të lartë risku. Pastaj, parazitozat janë, domethënë shkallët e riskut janë, risku i nivelit lartë është virozat, niveli i dytë është bakterialet, sepse kanë mënyrë rreziku i bakterialeve është sepse është në gjendje pronari të njoftojnë kohë. Po në rast se njoftohet në kohë, kuptohet që për shembull, po them në rast se një qen e ka kap tërbimin që është virale, për shembull, nuk flitet për ashtu, ai qen pushkatohet. Asgjësohet, se nuk ka mënyrë. Ai bëhet problem edhe për komunitetin, për shembull, ashtu. Nësa parazitozat, domethënë ndahen, domethënë risku shkon me të kuq nga krahu i virozave, fillon ndryshon ngjyrë derisa shkon pak a shumë me ngjyrë gjelbër në fund ke ushqimore, se ushqimore i ke dorë veti, nuk e arsye. Nëse qeni, për shembull, aksidentalisht bie ose macje, për shembull, me një ambient kontaminuar ose me një helm që është më pa kujdes, ashtu ndërsa të ushqyet nuk e arsye sepse përgjithsisht ushqimet e këtyre janë të mora me certifikim, blehen nga dyqanet e ashtu, por edhe qenë që janë të rrugëve, është interesant qenë se nuk është kështu, që jo çdo gjë që mendojmë ne çon fatalitet. Për shembull, gjithçka, çdo qenë e gjallë lufton me jetën pafund. Edhe kafshët jetojnë, nuk duan të ikin nga kjo botë, kaq kollaj sa mendojmë ne. Për shembull, ka mekanizma ashtu. Vjelli është mekanizmi i cili shpëton botën sot. Kush vjell ka shpëtuar. Qenë për shembull ka një rregull. Nëse bie në toksina, për shembull, ata vjellin edhe shkojnë kërkojnë një bar. Karakteristik që është antidot, për shembull, ata në vërtet nuk është vetëm mjekohen. Vetëm mjekohen, domethënë. Por si ndodh me botën e egër që janë krejt pashur, domethënë, bota e egër kështu vetë rregullohet. Për shembull, papagajt për shembull shkojnë për të mbrojtur nga helmet, shkojnë han diku një argjil, pa u fluturojnë nga 5-600 km, 5-6.000 km për të shkuar vetëm në një vend ku është ajo lloj toke. Han atë dhe kanë antidot, edhe shkojnë han fara sepse përgjithsisht janë kafshët e egra ushqehen me fara. Po farat, të gjitha farat kanë iniciale aktive toksike. Kot për hapur bisedën. Kush ta dëgjojë, thotë, çfarë është duket, çfarë po flet tani, për shembull. Për shembull, morim klasifikimin e drogave. Klasifikimi i drogave fillon nga 0,01% edhe deri 1%.
Nga 0,00, 1%, 1%. Për shembull, të gjitha bimësia ka drogë. Droga është përkthyer si fjalë drogë, por nuk është drogë, është iniciali aktiv, toksik. Iniciali aktiv për shembull. Edhe ajo që flitet sot Kerpi, për shembull, ose po marrim është një shumë bimësi, të gjitha bimësit, pse kanë inicialin aktiv toksik? Për të mos u konsumuar, për të ekzistuar, për të pas vijimësin. Nuk kanë ndryshe, nuk kanë simbrohen farat nga sulmet. Atëherë çka kanë bë? Janë bë të tillta me iniciale toksike në mënyrë që të mos i konsumojnë më shumë. Kafshët tani si bëhet? Edhe kafshët kanë një sistem antidoti që pavarësisht se këta janë mos ata kanë një antidot që i hanë dhe i neutralizojnë. Domethënë, megjithatë nuk arrin dot ta zgjisojnë krejt botën. Se po t'ishte kështu, atëherë do ndalonte diku. Po kjo nuk ndalon, edhe është zinxhiri i pafund, për shembull, nga më ulta shkon shkallë deri lart, vjen ke njeriu që është në majë të zinxhirit, rrotullohet edhe përsit vetveten me mira miliona vjet. Një mesazh profesor për gjithë ata që mbajnë kafshë, shpend në shtëpi. Është kënaqësi të kesh kafshë. Unë jam veterinar, por po t'rregoj njerëzve. Unë kisha në shtëpi shumë zoq, por me lindi ideja që në fakt shpendat e egër e kanë vendin në pyll. Është liria. Në i gropo, në i burgosi, kuptohet. Me i fut në kafaz është burg, kuptohet. Por që mos e ndjen veten burg, kafazi duhet të jetë shumë i gjerë me kushte shumë mira. Morim kafshët të cilët nuk kanë kafaz, po jetojnë, domethënë, në ambiente familjare, por shembull qenë mace etj. Atëherë, cili është mendimi im? Mendimi im është që nëse duhet i marrin kafshët, por ajo që ashtu duhet i trajtojnë mirë. Duhet të kenë marrëdhënie shumë mira me ata. Po që të kenë marrëdhënie shumë mira me ata, duhet të lexojnë diçka. Të mësojnë për ta, për zakonet e tyre, për rregullat e tyre. Edhe ajo që më intereson, për shembull, ti vlerësojnë kafshët edhe të ndihmojnë kur kanë siklete. Ata nuk kanë gojë, por një gjë duhet dish. Kafsha, nëse ndihmon në situatë kritike, nuk di të falenderojë, as të puthi, por kur nuk harron nderin, në çfarë forme. Vetëm shikimi që mund të bëjë një kafshë që e ke nxjerrë nga sikleti, mënyra si të shikon është mirë njohje. Shumë faleminderit, profesor. Edhe unë ju falenderoj për intervistën. Unë, domethënë, e përshëndes televizionin tuaj. Në fakt, to janë interesante për ashtu, edhe në pikpamjet i kulturës përgjithshme, edhe në pikpamjet profesionit që ashtu. Por askush nuk duhet tremet nga gjërat ashtu, më thonë. Faleminderit. Ishte zëvendëspresidenti i urdhrit të veterinerit, zoti Ymer Elezi, profesor, siç e anonçova edhe në fillim të intervistës, mendimet e të cilit sigurisht janë të vyera, për ata që mbajnë kafsha apo shpend në shtëpi dhe ata që kanë ndërmend ta bëjnë këtë. Nuk ka psikiatër në botë që të jap qetësinë dhe ndjesinë që të jep një klysh kur të lëpin fytyrën, thot Ben Williams. Dhe kafshët janë miqtë më të mrekullueshëm, ata që nuk pyesin asnjëherë, ata që nuk kritikojnë asnjëherë, thot George Eliot. Dhe me këto dy shprehje unë mbyll për sot emisionin Alert. Mos harroni të na ndiqni nesër pra ditën e premte në ritransmetim në orën 18 bashkë do të rishihemi të njëjtën e ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.